Përshëndetje të nderuar shikuesi, nga kuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Ndër të tjera, sot do të ndiqni. Deputeti Ardit Bido ka propozuar zgjerimin e portit të Sarandës duke e konsideruar projekt strategjik kombëtar. Ai thekson se kjo nismë do të sjellë më shumë turistë, vende pune dhe do të forcojë ekonominë lokale. Sipas Bidos, zgjerimi i portit e bën Sarandën një destinacion kryesor turistik në mesdhe dhe një port të hapur drejt Shqipërisë europiane. Abuzimi seksual ndaj të miturve është një nga format më të rënda të dhunës. Sociologja Entela Binjaku thotë se ky fenomen shpesh ndodh brenda familjes ose komunitetit ku besimi keq përdoret, ndërsa kërkon që çdo informacion mbi këto raste duhet trajtuar me kujdes. Në Gjirokastër, policia ka regjistruar 4 raste të abuzimit seksual ndaj të miturve në 3 mujorin e parë të 2026-s. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, arkitekte e rendit juridik evropian dhe mbrojtëse e qytetarit. Kështu titullohet forumi i hapur i mbajtur në Universitetin e Gjirokastrës në kuadër të projektit Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë. Forumi bëri bashkë pedagog, student dhe përfaqësues të sistemit të drejtësisë. Banorët e fshatrave Kër dhe Leshnic kërkojnë rikonstruksionin e segmentit rrugor që lidh dy fshatrat. Ata e shohin këtë rrugë si një mundësi të rëndësishme për zhvillimin e turizmit malor dhe për të tërhequr vizitor vendas dhe të huaj. Ky segment rrugor lejon eksplorimin e malit të Gjerë, malit të Murganës dhe malit të Sugarës, vetëm 8 kilometra larg pikës kufitare të Kakavijës, duke e bërë zonën strategjike për turizmin dhe zhvillimin lokal. Ju njohim tani më gjerësisht. Deputeti Ardit Bido ka propozuar zgjerimin e portit të Sarandës duke konsideruar projekt strategjik kombëtar. Ai thekson se kjo nismë do të sjellë më shumë turistë, vende pune dhe do të forcojë ekonominë lokale. Sipas Bido, zgjerimi i portit e bën Sarandën një destinacion kryesor turistik në mesdhe dhe një port të hapur drejt Shqipërisë europiane. Porti detari Sarandës është porta hyrëse e turizmit në qytetin jugor, ndaj dhe zgjerimi i tij po kthehet në një domosdoshmëri për të përballuar ritmin e turizmit që po rritet me shpejtësi në jug të vendit. Vetëm vitin e kaluar, porti i Sarandës regjistroi 770.000 pasagjerë, duke u renditur krah portit të Durrësit, duke u bërë një nga 2 hyrjet kryesore detare të Shqipërisë. Por pavarësisht shifrave të larta, porti mbetet i kufizuar në hapësira dhe mundësi operimi. Deputeti Ardit Bido thekson se ky nuk është thjesht një projekt lokal, por një investim strategjik me ndikim kombëtar, që lidhet drejt për drejt me objektivin e Shqipërisë për t'u afruar standardeve të Bashkimit Evropian. Porti Sarandës është baraz me portin e Durrësit, 2 më të mëdhenj në Shqipëri për nga sasia e pasagjerëve të trajtuar. Vitin e kaluar porti i Durrësit ishte 790.000, Saranda ishte 770.000. Dhe për nga trendi, rritja e Sarandës është e dukshme që këtë vit ka shumë gjasa që të kapi portin e Durrësit dhe ta tejkalojë. Arsyeja më e thjeshtë është e dukshme gjeografike që ne përballë kemi shumë afër përfuzit. Rrjedhimisht ne mundet që të shfrytëzojmë të gjithë potencialin që na ofron përfuzi këtu. Duhet që ne ta kemi si objektiv tonin që këtë 4 milion që ka përfuzi, ne ta fitim të gjithin në këtë territor këtu. Investimi për portin e Sarandës, i cili është për nga numri pasagjerëve baraz më i madh në vend, për nga si përfaqja, për nga hapësira shumë i vogël se të tjerët, është një domosdoshmëri dhe e tha pak më parë kryetari i bashkisë që ka një projekt ide, është në fazën e projektit ide se në këtë fazë, për të kthyer pastaj në projektin me fill për të zgjeruar, por po vjen momenti që në krye të 3-4 viteve kjo do të kthehet në domosdoshmëri. Zgjerimi i portit pritet të sjellë më shumë vende pune, më shumë vizitorë dhe një shtysë të fortë për ekonominë lokale. Ekspertët e konsiderojnë këtë moment vendimtar për të kthyer vizionin në realitet dhe për të siguruar që Saranda të mbetet një ndër destinacionet më të rëndësishme turistike të mesdheut dhe një port e hapur drejt një Shqipërie më europiane. Policia e Gjirokastrës ka shpallur në kërkim një 17 vjeçar, pasi dyshohet se në prani të 2 shtetasve të tjerë të mitur të moshës 9 dhe 10 vjeç, dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një 10 vjeçar. 17 vjeçari është larguar në drejtim të shtetit grek, para se 10 vjeçari dhe prindrit e tij të vinin në ambientet e policisë për të bërë kallëzim.
Një ngjarje e rëndë është raportuar mbrëmjen e sejntes në Gjirokastër, ku një adoleshent 17 vjeçar ka abuzuar seksualisht me një 10 vjeçar. Sipas policisë, 17 vjeçari banues në lagjen Zinxhira dyshohet se në prani të 2 djemve të tjerë të mitur, të moshës 9 dhe 10 vjeç, ka abuzuar seksualisht me vogëlushin. 17 vjeçari zhlargua në drejtim të shtetit grek para se 10 vjeçari dhe prindrit e tij të shkojnë në polici për të bërë kallëzim. Policia bën të ditur se 17 vjeçari zhlargua në drejtim të Greqisë para se 10 vjeçari dhe prindrit e tij të shkonin në komisariat për të bërë kallëzim. Të miturit janë intervistuar në prani të prindërve, psikologes, avokatit dhe përfaqësuesve të njësisë për mbrojtjen e fëmijëve në përputhje me procedurat ligjore. Materialet procedurale janë përcjell prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Abuzimi seksual ndaj të miturve është një nga format më të rënda të dhunës. Sociologja Entela Binjaku thotë se ky fenomen shpesh ndodh brenda familjes ose komunitetit, ku besimi keq përdoret, ndërsa kërkon që çdo informacion mbi këto raste duhet trajtuar me kujdes. Në Gjirokastër, policia ka regjistruar 4 raste të abuzimit seksual ndaj të miturve në 3 mujorin e parë të 2026-s. Abuzimi seksual ndaj të miturve është një nga format më të rënda të dhunës me pasoja të thella psikologjike, emocionale dhe sociale. Sociologja Entela Binjaku thekson se ky fenomen shpesh ndodh në mjedise familjare ose komunitare ku besimi keq përdoret, ndërsa shton se të miturit janë më të rrezikuar për shkak të paaftësisë për të kuptuar situatat manipuluese e për të vendosur kufi të qartë. Shpesh herë këta të mitur që janë në konflikt me ligjin kanë një sfond familjar mjaft problematik, në kuptimin që ose autoriteti familjar është i dobët, ose aty mungon ky autoritet familjar, ose familjarët janë ndjerë në një çast të jetës këtij të mituri të pavëmendshëm, të pakujdesshëm, ose shpeshherë të pafuqishëm për të ndikuar në sjelljen e fëmijës së tyre, dhe kjo mund të ketë çuar ata drejt sjelljes rrugës, drejt krimit të rrugës, drejt ngjarjeve me sfond kriminal. Të tjera situata, pra që çojnë në këtë dobësim, të themi, të sjelljes së adoleshentëve, lidhen ngushësisht me mjedisin ku ai rritet. Madje ka shumë teori, të cilat flasin se është mjedisi që i bën. Dhe për këtë arsye mjedisi është rritur ngushësisht në faktorët familjarë dhe shoqëror. Sipas Binjakut, pasojat për viktimat mund të zgjasin gjatë gjithë jetës, ndërkohë që thekson se trauma pësojnë edhe fëmijët dëshmitar ose ata që rriten në ambiente ku normalizohet dhuna seksuale. Pasojat psikologjike tek të miturit, të cilët abuzohen në vegjëli, janë shumë serioze, janë afatgjata, kërkojnë një ekspertizë shumë të thelluar, shumë dimensionale, shumë komplekse, ku përfshin shumë specialitete, jo vetëm një, dhe si të tilla kërkojnë një ekspertizë mjaft serioze. Nuk duhet të harrojmë që për secilin njeri fëmijëria është një fazë shumë e rëndësishme. Çfarë përjeton gjithsecili në periudhën e vegjëlisë është e shoqëron atë, ose gjatë gjithë jetës. Sigurisht, njeriu me kohën, me rritjen, kur përmbyllen edhe disa procese, siç janë ato të zhvillimit neurologjik, patjetër që fiton mekanizma mbrojtës, krijon mekanizma të rinj për të përballuar dhe për të rezistuar traumën, për ta trajtuar traumën, si të themi, me mjaft vendosmëri, me mjaft këmbgulje, po sërish pasojat ndjehen. Ato duken, fjala vjen, tek ulja e vetbesimit, tek ulja e besimit tek të tjerëve, tek ndjenja e dëshpërimit për të gjetur në vijim njerëz tek të cilët mund të mbështeten, mund të besojnë, raporte familjare të shëndetshme, që po ashtu vijnë në rrezik dhe kërcënohen pikërisht nga kjo traumë e vegjëlisë që i ka rrënjë të thellë dhe vijon, domethënë, të jetë bashkëshoqëruese. Fëmijët që mund të jenë dëshmitar të skemave të abuzimit seksual janë po ashtu të shënjuar, për mendimin tim, përjetësisht nga këto skena, sepse pasojat e traumës janë më të gjata se sa vetë trauma, dhe
Shpesh herë ato imazhe, ato përjetime janë të ngulitura në psik dhe nëse nuk trajtohen me këshillues, me psikolog, me punonjës social, me psikiatër, pse jo, ato janë të destinuara të flenë, të qëndrojnë në heshtje, por si në shumë raste ndodh, këto funksione të heshtura shpesh herë kthehen dhe shndërrohen në disfunksione. Sociologja Binjaku thekson gjithashtu se fenomeni abuzimi seksual ndaj të miturve nuk është vetëm çështje individuale, por një problem i strukturës shoqërore që kërkon reagim të koordinuar për të mbrojtur fëmijët. Element që ne vëmre se nuk shkon në drejtimin e duhur tek të miturit, ajo është një përgjegjësi patjetër e të rriturve. Mund të jetë e familjes, mund të jetë e shkollës, mund të jetë e mjedisit ku është pjesë, ose mund të jetë e të gjithëve bashkë. Prandaj, për të parandaluar raste të këtilla, pra të abuzimit të miturve, nevojitet shumë vigjilencë, nevojitet shumë këmbgulje, nevojitet një bashkërendim i shumë aktorëve, përfshirë këtu familjarët, shkollën, komunitetin, policinë, institucionet e rendit, dhe të gjithë elementët që përfshin veçanërisht faza shkollore, ku përfshihen natyrisht edhe punonjësit e sigurisë apo psikologët shkollor. Nuk duhet të harrojmë që abuzimi seksual është ndër abuzimet më serioze, më të vështira për të trajtuar, sepse bashkëshoqërohet aty stigma, pasiguria, frika se ndjesh i pabesuar ose i pabesuar shumë. Krimet dhe abuzimet seksuale ndaj të miturve janë çështje jashtëzakonisht delikate dhe nuk duhet të trajtohen lehtë në publik. Sociologja Binjaku kërkon që çdo informacion mbi këto raste duhet të trajtohet me kujdes maksimal, duke respektuar privatësinë e viktimave dhe duke ndjekur kodet ligjore dhe etike. Mendoj se abuzimet seksuale me të mitur duhet të janë rastet që duhet të trajtohen me shumë kujdes. Do me thonë, kodi deontologjik i gazetarit duhet ta ketë prioritet, veçanërisht këtë temë, dhe i mjaft të tjerëve që i trajtojnë, do me thonë, këto krime ose këto abuzim seksual, sepse fëmijët rriten, gjurmët mbeten, nëse ato janë trajtuar publikisht në media dhe mund t'i bashkëshoqërojnë, mund t'i ndikojnë, mund t'i rëndojnë psikologjikisht edhe më tej. Prandaj mendoj se duhet të trajtohen brenda kodit që i lejohet dhe jo të bëhen lajm pa kurfar filtri për shkak se publiku, opinioni ka interes. Në qarkun e Gjirokastrës, fenomeni abuzimit seksual tek të miturit edhe pse në shifra të ulta vazhdon të ekzistojë. Statistikat zyrtare të rasteve të denoncuara në polici referojnë se gjatë gjithë vitit 2025 janë regjistruar 4 raste të denoncuara, ndërkohë për 3 mujorin e parë të 2026-s, policia e Gjirokastrës ka regjistruar gjithashtu 4 raste. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, arkitekt e rendit juridik evropian dhe mbrojtëse e qytetarit. Kështu titullohet forumi i hapur i mbajtur në Universitetin e Qrem Qabej në kuadër të projektit Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë. Forumi bëri bashk pedagog, student e përfaqësues të sistemit të drejtësisë. Në ambientet e Universitetit e Qrem Qabej u zhvillua forumi hapur me temë Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, arkitekt e rendit juridik evropian dhe mbrojtëse e qytetarit. Forumi bëri bashk pedagog, student e përfaqësues të sistemit të drejtësisë. Në panel morën pjesë zëvendës rektoria, profesore asocuar Merita Isaraj, kryetaria e Gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, magjistrate Entela Selmanaj, gjyqtarja magjistrate Neltila Përallaj, si dhe drejtuesi i projektit Dr. Arjan Gjini. Gjatë forumit, Dr. Gjini theksoi rolin e Gjykatës Drejtësisë Bashkimit Evropian si shtylla akurizore e integrimit evropian, duke nënvizuar se ajo garanton interpretimin uniform të ligjit në të gjitha shtetet anëtare. Ku bazohet? Cilat janë traktatet, cilat janë nenet, cilat janë funksionet kryesore që ne kemi përmendur dhe i përmendim në këtë punim, po janë në pjesë edhe librit të leksioneve cilat janë për përdorim në studentë dhe administrimit publik. Dhe do të gjendet në faqen e webit e projektit tonë eurajonet.al. Ndërkohë që unë shfaq në slajde, cilat janë në gjuhën angleze. Kush e vendosur Gjykata e Luksemburg, Gjykata Evropiane e Drejtësisë, është e vendosur në Luksemburg.
interpreton ligjin e Bashkimit Evropian, mbron të drejtat e qytetarëve, mbron integritetin e anësjeteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe mbron integrimin dhe zhvillimin e një qeverisje në standardat më të larta që ka njohur zhvillimin shkencor dhe zhvillimin shoqëror në vendet e Bashkimit Evropian. Si ishte formuar nga ana shkencore, nga ana historike, institucionet e Bashkimit, institucionet e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, këtu keni një përshkrim të shkurtër të kësaj gjëje, cilat janë letrat, dokumentat kryesore, janë të drejtat fondamentale të njeriut që zbatohen në Bashkimin Evropian, që janë parimet kryesore të kësaj gjykate, cilat janë kryesore, se unë do t'i bie vërtet shkurt në këtë gjë, cilat janë parimet kryesore që ka kjo gjykatë, që janë digniteti, privatësia, liria e shprehjes dhe e zhvillimit dhe mbrojtja nga arbitrariteti. Të gjitha këto elementë, pra bazuar në dignitet, bazuar në zhvillim, bazuar në të drejta, Bashkimi Evropian, qeverisja e Bashkimit Evropian, është shtyr në qeverisje më të madhe dhe moderne dhe më të zhvilluar që njeh historia e njerëzimit. Magjistratet e pranishme ndan perspektivën e tyre mbi rëndësinë e dialogut gjyqësor dhe rolin e gjyqtarëve kombëtar si gjyqtar evropian në praktik. U theksua se për Shqipërinë si vend kandidat, njohja e jurisprudencës gjykatës së drejtësisë së Bashkimit Evropian është thelbësore për reformat në sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Reforma në drejtësi është një nga reformat më të thella ligjore dhe institucionale që ka prekur sistemin e drejtësisë në vend 2 dekadat e fundit. Për këtë arsye unë kam paraqititur edhe disa slajde. Synimi i reformës në drejtësi ka qenë krijimi i një sistemi drejtësie të besueshëm, të drejtë, të pavarur, të përgjegjshëm, efikas dhe profesional. Reforma realizon një ndërhyrje shumë thelbësore në të gjitha institucionet dhe organet e drejtësisë. Dua ta shikoj reformën në qasje me Bashkimin Evropian. Kjo ka qenë dhe këndvështrimi im në përpilimin e slajdeve. Reforma në drejtësi është bërë me mbikëqyrjen, kujdesin dhe me ndikimin e Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian, për të bërë parafrimin e legjislacionit ton me legjislacionin e Bashkimit Evropian si një vend që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Parafrimi i legjislacionit shqiptar me akis komuniter, që është ligji i Bashkimit Evropian, nuk është vetëm një proces thjesht teknik, i updateuam disa ligje, por kërkon një parafrim gjithëpërfshirës, një ristrukturim gjithëpërfshirës së të gjitha parimeve që ne kemi në pushtetu, duke përfshirë sovranitetin, ndarjen e pushteteve dhe pavarësinë gjyqësore. Në forum morën pjesë aktivistë, student, pedagog, zyrtar të administratës dhe qytetarë, të cilët shfaqën interes me mënyrën se si e drejta europiane mbron individin nga arbitrariteti administrativ. Ky aktivitet përbën një hap të rëndësishëm në realizimin e objektivave të projektit Edukimi Europian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë, për rritjen e ndërgjegjësimit mbi vlerat europiane dhe modernizimin e administratës publike përmes transparencës dhe llogaridhënies. Banorët e fshatrave Kër dhe Leshnic kërkojnë rikonstruksionin e segmentit rrugor që lidh dy fshatrat. Ata e shohin këtë rrugë si një mundësi të rëndësishme për zhvillimin e turizmit malor dhe për të tërhequr vizitor vendas dhe të huaj. Ky segment rrugor lejon eksplorimin e malit Gjerë, malit Murganës dhe malit Sugarës, vetëm 8 kilometra larg pikës kufitare të Kakavijës, duke bërë zonën strategjike për turizmin dhe zhvillimin lokal. Zhvillimi i turizmit malor kërkon shfrytëzimin e të gjitha resurseve, si dhe krijimin e mundësive të reja për vizitorët vendas të huaj, për admiruesit e natyrës së egër. Sidomos vizitorët të ardhur nga shtetet perëndimore të Evropës, po eksplorojnë rrugë dhe stigje me motocikleta dhe makina të rënda. Rruga që lidh fshatin e Kërës në tropullin e sipërm është njëra prej tyre. Prandaj dhe banorët me banim të përhershëm për këtë fshat mendojnë dhe kërkojnë rikonstruksionin e kësaj rruge historike dhe strategjike. Ka interes që të ndërtohet rruga që të lidh fshatin Kër me fshatin e Leshenicës për zhvillimin e turizmit? Patjetër. Do jemi më mirë, patjetër. Po rruga tonë do vazhdoj për në Leshenicën e sipërm dhe zbret për në Sarand atëre. Çdo vit kalojnë, edhe me shumica, edhe motora e makina, po, vijnë, kalojnë. I pëlqen, është vedi bukur. S'ka në dorë, nuk ka vend më të mirë se në fshatin tonë. Kalojnë gjithmonë motocikleta, kalojnë 10, 15, 20 rresht, makinat me dha me si kjo trohospito, vinë, kalojnë. Po problemi është, po bë rruga, edhe bë edhe një si punë
kafene, se dyqan i vogël, të ketë edhe ujë. Ata kalojnë dhe nuk gjenin as ujë. Kryesore e ujit është për turistat, se kalojnë dhe nuk gjenin për të pirë një ujë. Me ndihmën e banorëve të Kërës, udhëtuam me vështirësi rrugën prej 4-5 km drejt fshatit të Leshenicës. Pas një rrugëtimi me grupin e Xheremit nga fshati Kër, i bashkisë Tropull, Qarku Gjirokastër, kemi mbërritur në fshatin Leshenic, bashkia Finik, Qarku Vlorë. Një rrugë 6 km që lidh 2 qarqe, 2 ishrethe dhe 2 bashki minoritare. Banorët e Leshenicës shpeshherë shkojnë me makinat e tyre drejt Kakavijës duke përdorur rrugën rurale Leshenic-Kër. Zoti Stavro Mikeli është banor i përhershëm i fshatit Leshenic në bashkinë e Finikit dhe interesohet për rrugën drejt Kërës në Tropull. Rruga midis 2 fshatrave Leshenic edhe Kër nuk është vetëm midis 2 fshatrave, është rrugë që lidh 2 bashkit, bashkinë e Finikit me bashkinë e Tropullit. Edhe pavarësisht se vinë turist me makina apo stafat për punë, që u pëlqen natyra, por do vinë edhe turista me makinat e vogla. Plus interesave të veçanta që kanë fshatrat tona kur bëjnë lëvizje nga njëra bashkinë e bashkinë tjetër, edhe për në Kakavi, për në doganën e Kakavis në Greqi. Është rrugë strategjike dhe historike? Edhe historike, edhe strategjike. Bile kur u prish rruga nga poshtë, kanë lëvizur nga lartë. Kur bëhet do një zjarr, ka 2 rrugë për të hyrë ose për të dalë. Dhe është edhe strategjike, po. Ky segment rrugor u krijon mundësinë vizitorëve për eksplorimin e malit të gjerë, malit të Murganës, por edhe malit të Sugarës, ndërsa ndodhet në perëndim të Dropullit Cipën, vetëm 8 km larg pikës kufitare të Kakavijës. Policia rrugore e Gjirokastrës vazhdon të jetë e pranishme gjatë gjithë ditës dhe natës në të gjitha akset rrugore për të parandaluar aksidentet dhe për të menaxhuar trafikun. Gjatë muajit mars, 5 drejtues mjetesh janë arrestuar dhe një tjetër është proceduar penalisht. Gjithashtu, 7 leje drejtimi janë pezulluar për shkelje të kodit rrugor. Janë vendosur gjithsej 2518 masa administrative, përfshirë 169 për mosvënien e ripit, 12 për mosvënien e kaskës, 26 për drejtim në gjendje të alkoolit, 15 për përdorim të celularit, 573 për parakalime të gabuara, 691 për ndalima apo qëndrim të gabuar, 713 për shpejtësi tej normave dhe 319 për shkelje të tjera. Kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale. Policia apelon që drejtuesit të respektojnë rregullat, të mos drejtojnë në gjendje të dehur, të mos përdorin celularin dhe të shmangin parakalimet e gabuara. Qytetarët mund të denoncojnë çdo shkelje në numrin pa pagesë 112. Siguria rrugore është përgjegjësi e të gjithëve. Drejtori i përgjithshëm i doganave zoti Besmir Beja prezantoi drejtuesin e ri të degës doganore Qafbot, Ervis Mehmeti. Gjatë prezantimit ai u ndalte rëndësia e forcimit të mëtejshëm të punës në këtë pikë doganore, duke theksuar se përvoja e mëparshme e zotit Mehmeti në administratën doganore përbën një bazë të rëndësishme për përmbushjen e detyrave në vijim. Në komunikimin me stafin, ai kërkoi vijimsi në standardet e punës, respektim të procedurave dhe bashkëpunim të ngushtë me strukturave, me synim garantimin e një shërbimi sa më efikas dhe funksional. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e drejtuesit të mëparshëm, Eleron Gjoni, për punën dhe angazhimin e tij gjatë ushtrimit të detyrës. Gjatë vizitës u zhvillua edhe një takim me stafin e degës, ku diskutua mbi ecurinë e punës dhe organizimin e strukturave përkatëse. Drejtori i përgjithshëm i doganave vijon monitorimin në terren të punës së strukturave doganore, duke kërkuar përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve dhe biznesit, duke e bërë atë më efikas dhe transparent. Administrata doganore mbetet e fokusuar në konsolidimin e standardeve të punës dhe përmirësimin e vazhdueshëm të proceseve, në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimit dhe besimit të publikut. Dhe këtu përfunduam të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.